Kur jemi të vitaminat B, Se e kam një pyetje që po mbren çto. tash unë tregoj çka janë vitaminat B. Hajde. Vitaminat B janë si çelësi për makinën që dhes. Do të thonë vitaminat B janë çelës për organizmin për me dhez motorin e trupit. Nuk veprojnë vetëm, Okej. do të thonë gjithçysh veprojnë bashkë me të ndihmu me i sintetizu edhe me ndihmu me prodhu enzimat trup që kryejnë funksionin jetik në organizëm. Për shembull, vitamina B, kur kemi mungesë, kemi energji tolt edhe të përzira edhe refluks. Pse? Komplet B-jat ndikojnë funksion të metabolizmit edhe në funksion trec. Për shembull, momentin që çrregullohet niveli vitamina B, automatikisht çrregullohet edhe metabolizimi i proteinave, karbohidrateve, edhe yndyrna që në këtë rast përveç probleme shëndetësore na kemi edhe probleme metabolike vjen deri edhe te obeziteti. Është një sens shumë i thjeshtë edhe që e neglizojmë shumë. Për shembull, vitamina B ndikon në prodhimin e enzimave që ndihmojnë për metabolizimin e karbohidrateve. Në këtë rast prodhohet edhe energjia në trup. Nëse kemi vitaminën B, nivelin e dur, atëherë energji nuk e kemi tolt. Edhe gjithashtu ndikon edhe tek tretja, po edhe ndikon sistemin nervor qendror për arsye se momentin që se kemi metabolizmin mirë, normal që kemi edhe probleme me sistemin nervor.